Domethënë vjen ai pra. Ha? Vjen ai. Domethënë edhe Berisha se ka konsideruar kur po e plasën arrest. Po mirë, po pse po të pengon ty për lëvizje qytetare? Zbaku domethënë. Më pengon mua si qytetar. Pra, merrti zyrë mua. Opozitës nuk e pengon. Por Roma të ka, po. Spaku. Po mirë dhe mirë, Roma. Opozitës. Ti e ke prit ato. Jo kam prit pra, po fakti që e pret, çfarë do të thënë? Jo, fakti që e pret është. Edhe Limeta e priti po e futën në burg. Çështja është kjo. Nga 180.000 vota vajti me 20.000. Kupton? Çka të pengon ty me bë plane, ty mos e konsideru Spakun, domethënë se kuptova pyetjen. Mos pengon kërkush, ose PD-n. Un plan ose partitë opozitore, domethënë un plan e bëj plot. Jo. Edhe Limeta para se ta arrestonin tha kam plan tha që nga 180.000 vota LSI-n ta çoj 270.000. Okej. Po inshallah jam i lirë. Okej. Pastaj shkom Spaku dhe ta ashtu planin. Kupton? Se të fut në burg dhe nga 180.000 ngresh 20.000 vota. Ti e dash më thonë që në demokraci ose në shtet, ose ne bëri plan opozita për të fituar Bashkinë e Shkodrës. Po. Edhe erdhën nga Brukseli për gjimet e Skaj Kroçatit. I thanë ky grupi Bajrave është grupi strukturuar kriminal, duhesh me tu. Po. Jo tha Spaku, këta nuk janë grupi strukturuar kriminal sa mbarojnë zgjedhjet. Pas zgjedhjeve u morën me ta. Ne nuk e konsiderojmë Spakun. Jo, nuk është që ka që të Edhe unë me Bushati kisha bëj plan me botu listën e patronazhistëve që survejonte se cili nga ne para zgjedhjeve 2021-shit, kishim menduar që mbasi pa publikonin këtë do kishte ndikim në e qartë. Dhe erdhi ky Spaku dhe na ashtu plani. Na mbylli zyrat, na çoi në gjyq. Okej. Dhe pastaj detyruam shkojmë në Strasburg. Paguam edhe se janë dhe kosto këto. Kupton? Kaq më Spaku më. Ta ashtu plani nuk gjë tjetër. Lenci më të relaksuar dhe më aprovues të saktë. Jo, dëgjoj. Kaq më Spaku. Ore po. Për shembull, Belindën e ka nisur hetimi shumë kohë përpara. Unë nuk besoj. Mos u pajtoti, po Belinda mori 12 mandate në Fier. Po. Pastaj fillon hetimi me Spaku, kupton? Rama I duhen mandatet, nuk I duhet ku shkon Erion Veliaj, kupton? Po. Apo dikush tjetër. Kaq. Domethënë. Dhe e fundit ndihma më e madhe është që si puna jote, dhe shumë njerëz tjerë thonë, po shiko se Spaku është I pavar. Se ka dhe mbështetje amerikane dhe njerëzve krijohet ideja. Mirë që ne. Spaku është I pavar me vërtet. Po ju radikalt çka po bëni me ndryshu situatën. Që mirë ne jemi të nështrum frikacak, e shohim Spakun, po ju tjerë, domethënë, a keni dalë edhe atutje me luftua jo? Nëse unë mendoj. I nënshtrum. Dhe frikacak është diçka tjetër. Po ti je ashtu janë në rregull. Se të nënshtrum dhe frikacak të dallon. Çështja është që ti beson ose bën sikur beson. Unë? Po, është personalisht. Po. Okej. Jo, nuk e I friksuar mos e nënshtrum. Jo, po e kemi diskutuar, duke besuar. Jo, unë jam për kompromis, friksona për Brukselit, friksona për Washingtonit, I ruaj balancat, domethënë, unë kam dëshirë politikisht flas si kryeminist, po. Nuk jam si Bushati, ky ka tjetër çështje. Ti beson, nëse ti beson me qëllimin e mirë, që me të vërtet tu ka organet e drejtësisë të pavarura. Dhe Rama prej tyre ka frikë. Dhe ato do t'ja shkurtojmë pushtetin Ramës, ti kontribon pikërisht që mua dhe Bushatit dhe shumë tjerë na çarmatosësh. Jo. Po ja si mendon Berati, që tu ka organe pavarura. Kur I ke argumente, domethënë, se di kush e ka thonë, domethënë s'ka ide më të fuqishme se sa ide se I ka ardhur koha. Nëse ide se I ka ardhur koha, dikush prej këtyre majtësve ka thonë, nëse s'gaboj, pra, nëse këtu. Jo çdo muhabet, jo çdo diskutim duhet shkojë që ç'a bëhet. Ne po diskutojmë. Roli I Spakut I shërben mbajtjes zgjatjes pushtetit I Ramës apo jo? Unë them që I shërben, ti thu që jo. Kaq. Çështja është kjo. Pastaj se ç'a bën